të qenit mirë në këtë qytet. Dhe një jetë kemi dilema nëse kjo lloj Tirane që kërkoni ju, a bëhet dot sot, po do t'i pyes për këto, po fillimisht t'ju them diçka tjetër. Sigurisht, situata në Tiranë është krijuar dhe për arsye, le ta quajmë objektive, në sensin që ju Këtë vitin e fundit po. Këtë vitin e fundit po. Po është për një vit e gjysmë për arsye. Por këtë se këtu dua dal. Ju keni qenë kritik ndaj Bashkisë Tiranës edhe për shumë vite me radhë. Jam i saktë. Sa kohë që para fytyrës më ndërtohet një pallat, pa më thënë, pa më marrë miratimin, sa kohë që para fytyrës time në balkon vjen ai bishti i Vinçit, edhe unë zëvendës kryeministrit duhet marr policin në telefon që të vi policia aty prezent dhe të shmontoj Vinçin. Patjetër që kam qenë kritik. Pra diçka ka shkuar keq thoni ju, gabim edhe më përpara? Është prishur ekuilibri midis ndërtimit edhe qytetarit. Është prishur ekuilibri. Për vite tëra me radhë, që ta themi si që është gjëja, por ama situata që kemi sot, dhe që unë e krahasoj me situata nga pikpamja ligjore, e kontrollit ligjor të territorit, apo shërbimeve, është thuajse në vitin 2000. Kur Edi Rama hyri në Bashkinë e Tiranës. Pastaj, situata e punëve të bashkisë dhe e marrëdhënies me institucionet e tjera, që unë po e vuaj në selit prej një vitit tërë që flas, komunikoj me njërin, komunikoj me tjetrin, i ullën tavolin, mundohem t'i bëj bashkë edhe ajo rruga nga nën stacioni i selitës e deri sipër në Kodën e Diellit, nuk bëhet, është fiks si në 2003-shin, kur zotëria mori sopatën dhe vajti preu vetë shtyllën e Ja, po i shikojmë disa pamje, regjia në jep disa. Do është mes të bllokut. Shikoni, atje mbrapa janë garazhet të 6 familjeve. Janë garazhet 6 familjeve atje mbrapa. Tani, më thoni mua se ku është ekuilibri këtu, midis ndërtimit. Atje po ndërton një ndërtues që unë e njoh për burr të drejtë edhe për burr të ndershëm, me thënë drejtën. Edhe një nga ndërtuesit më të mirë në këtë qytet. Nuk ja kam thënë ndonjëherë, s'm ka rënë rasti të komunikoj me të, pavarësisht se jemi përshëndetur në rrugët e bllokut ku ngam edhe punën, por nuk ja kam thënë asnjëherë. Por ajo që mua më shqetëson është ky lloj ekuilibri. Aty do bëhet një ndërtesë jo e lartë. Është diku ke 4 e gjysmë. Bashkë me 4-9 mund të jetë diçka më tepër, po mbi sipërfaqe ka qenë një plehërishte, një ndërtesë e degraduar më herët e tjerë me radhë dhe kanë marrë përsipër të ndërtojnë. Jo një objekt komercial, se me thënë drejtën, të ndërtosh sot 4 në Tiranë nuk ka leverdi ekonomike, me thënë drejtën. Po ka marrë përsipër ndërtoj atë. Ajo që më shqetëson mua dhe që pse vajta unë atje, është pikërisht marrëdhënia me banorët që kanë pronat aty. Janë banorët aty pallati aty Matan. Dhe janë 6 parkingje me certifikat pronësie që kanë hyrje dhe dalje pikërisht në këtë ambientin që tani po bëhet që është ndërtimi. Tani, ky ekuilibër duhet vendosur Sokol. Ne kemi të gjithë procesin e leje dhënies për ndërtim pa qytetarit, pa ambientin rrethëqar. Nganjëherë ky proces duket sikur kur mora vesh që në Irfan Tomini u vun tabelat atje që do ndërtohen 6-4-9 dhe 28 sipër, thash, në Irfan Tomini 28 kate mbi nivelin e tokës. 28 kate, në një lagje të ndërtuar me pallate peskaçe. Këtu ka një problem politik. Jo, po them, ka një problem politik. Ta mbaroj. Unë kam qartë sepse. Pra po them, shumë veta Tiranë ndaj mendimin tuaj. Ky lloj ekuilibri është prishur. E vërtetë. Dhe mos përfshirja e qytetarëve që jetojnë atje në procesin e leje dhënies është një... Ju nuk po kërkoni thjesht... është e dëmshme, është e dëmshme. Vetëm që ta keni ju e keni qartë, po ta keni qartë qytetarët. Që ju nuk po kërkoni thjesht një punë. Më punë është këtë? Jo. Pse çfarë është? Jo. Ju po kërkoni të ndryshoni... Politikën po? Radikalisht mënyrën se si politika shesh zhvillimin urban të metropolit. Dhe problemi, doppio problemi, është që këtë vizion e ka kryeministri, kryetari i partisë tuaj dhe ish kryetari i Bashkisë Tiranës. Le temi, siç e tham, pra është KKT-ja apo si quhet tani? Pra ka firmën e kryeministrit. Ashtu quhet akoma, se kam iden. Pra ka firmën e kryeministrit, nuk ka firmën e kryetarit të Bashkisë. Qoftë atij zgjedhur politikisht, qoftë asaj të komanduar që për sot nxyrën e Rënvelis. Sokol, unë mendoj që Tirana duhet vetë qeveriset. Kjo është gjëja e parë, edhe themelore. E dyta, kur unë them që dua këtë punë, kjo nuk përjashton të bërit politik në atë punë. E kam dëgjuar, ma thonë edhe vazhdimisht, ma përplasin në fytyrë, që kryetari i Bashkisë është drejtor komunale. Jo, drejtorin e komunales do emëroj unë. Kryetari i Bashkisë
është i pari i një pushteti të krijuar nga vota e njerëzve në nivel vendor. Dhe i pari i këtij pushteti, patjetër që është atje për të bërë politikë. Për të bërë politikë në radhë parë dhe për të administruar qytetin në radhë të dytë. Politikat në funksion të administrimit të qytetit. Ky është koncepti im modest në këtë rast. Pra, unë nuk po shkoj atje që të mbuloj thjesht gropat në rrugë. Po edhe ti mbulosh nuk është një gjë e keqe. Jo, ajo është themelore. Kur pash raportin e 100 ditëve të kryetarit Bashkisë New Yorkut dhe thoshte atje ka mbuluar 120.000 gropa. Po jo, unë bajmon edhe kur Erion Velia e kandidoi 2015 në folë për 3.000 problemet e vogla të Tiranës. Po mi dakord. Ashtu nisi dhe... Dakord, kjo është detyrë e përditshme. Kjo është detyrë e përditshme edhe duhet ndarë me ata njerëzit. Por ama, themelore, mendoj unë, është ndarja e pushtetit. Që do të thotë, ne sot kemi një sitë administrative 15-16 të tilla bashkë me çka ka në periferinë rurale të Tiranës, pas një lloj kompetence, ose me kompetenca fare formale. Po si mund të qeverisë një njeri i vetëm, një territor nga Shëngjergji atje Matan, deri në Ndroq, apo në fundin e Ndroqit atje në fund. Dhe si mund ta qeverisë? E vërtet. Pa patur këta të tjerët atje. Pra, edhe kjo reforma që po diskutohet administrative, për te kufive që janë bërë mollë sherje, për te numrit të bashkive që duhet jenë e tema, e para dhe themelore është të ndaj pushtet. Të ndaj pushtet, të delegoj pushtet. A mund t'ju pyes për këtë? Sepse kam pasur dhe zotin Mazniku në emision, dhe sigurisht një nga idet ku besoj ka konsensus, po është ideja do jenë 6, apo 4, apo 8, është këtë çështja e rajoneve. Po nuk më intereson kjo fare. Ja, mund t'ju interesoj. Ta themu pse mund t'ju interesoj. Ta themu pse mund t'ju interesoj. Qëndrohet këto, është gabim akoma dhe më i madh. Se këto po të pyes. Jo, është gabim akoma. Sepse në këtë moment kryetarët e bashkive atëherë, jo kryetarët e njësive, por kryetarët e bashkive do shndrohen në kryetar drejtor komunal. Po, patjetër, do kthehen drejtor komunale. Jo, nëse kanë marrë modelin italian në këtë rast, se në Itali bën zgjedhje për president e rajoneve. E rajoneve, kështu me radhë, por rajonet kanë kompetenca të rëndësishme atje, por bashkisë nuk e eliminohet absolutisht asnjë lloj kompetence. Si pushtet, drejt për drejt i zgjedhur me votë të qytetarëve. Shikojeni atë kryetaren e bashkisë së Gjenovës, çfarë po bën në Itali. Nuk është presidenti i rajonit të Toskanës, po është apo i Ligurias. Në rastin në fjalë, por është kryetaria e bashkisë të Gjenovës që po bën politika ekonomike, sociale, ambientale, infrastrukturore në atë teritorin e bashkisë. Shikoni kryetarin e bashkisë së Romës. Nuk është presidenti i Lacios. Unë sa ishte Zingareti e ndiqja dhe kuptoja që presidenti i rajonit Lacios natyrisht ishte i rëndësishëm, se brenda tij ishte edhe kryeqyteti kështu me radhë. Kështu janë persona të zgjedhur, Po, janë të zgjedhur jo të emëruar, edhe kanë kompetenca e bërjes politikës rajonale. Po ama, shikoni ç'bën kryetari i bashkisë së Romës. Drejtorin e komunales po bën? Jo, nuk bën drejtorin. Por, dhe kjo është pyetja. Po bën politika të mirëfillta që shkojnë drejt shkojnë deri tek administrimi i pasurive kulturore të Romës që janë pafund atje. Erion, se me ju mund 33 orë dhe nuk mbaron temi dëshira për të biseduar për shumë tema. Kjo edhe për fatin e keq se nuk ka opozim të vend dhe ju jeni opozitari më serioz i për shumë kohësh. Jo, më ka opozit, por që nuk merret me këto gjëra. Me gjëra banale, merret me nënën njërit, motrën tjetrit. Po kjo s'është opozit, pra. Po çfarë them unë? To janë çuat e lagjeve nga trotuari në trotuar. Prandaj s'do të disja për opozitën. Jam dakord me ju, jam dakord me. Te kjo pika jam dakord me ju. Për fat keq jam dakord. Por ajo që po thoja unë Sheron, ju thatë, ju nuk do të pranoni të emëroheshit. Eksakt, na iku kjo gjë. Në pozicionin e kryetarit të bashkisë, ju kërkoni një proces të ngjashëm me primar. Se zgjedhjen në Tiranë nuk fitohen me njoftime. Zgjedhjet Tiranë. Dhe e dyta, fitohen me energjizim të gjithë asaj mase që kanë mbështetur në vite Partinë Socialiste. Dhe e dyta ju me energjizim dhe përfshirje të gjithë popullit socialist, popullit majt në këtë qytet. Dhe natyrisht edhe jashtë ti, po brenda Partisë Socialiste njëherë populli i majt. Dhe pastaj në zgjedhje të tjerë njerëzve që janë shumë më tepër edhe se sa populli i majt. Ndërkohë, ne të dy folëm dhe jam dakord që ekziston rreziku që me këtë reformën e re, nëse presidentëve apo kryetarëve të rajoneve që do të jenë zgjedhur dhe ata, do të jepen super kompetenca dhe do të ishin kryetarët e bashkive, edhe me këtë ju nuk do ishe dakord. Pra dhe në këtë rast... Dhe për fat madh e gjitha kjo do ndodhi para zgjedhjeve. Po do ndodhin korrik, pra. Pritet ndodhin korrik. Pra, le temi ju nder korrik, mund ta sqaroni që ndoshta edhe mund mos jeni. Patjetër. Mund mos jeni interesuar më për të kandiduar për Tiranë. Nëse ka një gjë të mirë që po bën kolegu Mazniku, është që
e ka ndërtuar si proces diskutimi edhe me deputetët, edhe si pas qarqeve, edhe me kryetarët e bashkive, të gjithë këtë... Edhe është transparent, është live. Jo, është transparent, më vjen shumë mirë që e ndanë me të gjithë, e ndanë. Po ju po mbani shënime ndërkohë? Jo si në rastin e rregullores, që s'u ndanë me asë këmë. Po them të paktën kjo gjëja po ndahet, dhe po ndahet me të gjithë. Ashtu si që edhe kolegu Gjiknuri, e ndanë ko pas kohë në mbledhje që ne bëjmë, jepi informacion, pikërisht me atë që po ndodhë me reformën zgjedhore. Dhe janë procese shumë të mira që ndodhin brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste edhe pastaj. Por nëse këto dy gjëra nuk ndodhin, nëse nuk do ketë një proces, nëse do ju hiqen kompetencat bashkisë, do jepen, do bëhen supermen dhe super women kryetarët apo kryetaret e rajoneve. Jo, nuk duhet bëhem kryetar rajoni, Sokol. Jo, punash ato bësh më pas, do të riqesh nga... Ja, eksakt, ja duhet ta them, se janë të ndara. E parambi të gjitha kjo çështja e reformës ka këtë avantazhin që është në kohë para se sa të shkojmë drejt zgjedhjeve lokale. Dhe natyrisht, do vota kjo reforma. Do vota. Kjo është kërcënim? Kjo është e para. Jo, s'është kërcënim. Unë do mbroj qëndrimet e mia. Pra do votoni kundër një reforme të tillë? Dhe qëndrime, jo, do mbroj qëndrimet e mia, nuk them do votoj kundër a priori. Por do mbroj qëndrimet e mia deri në fund. Qëndrimet e një grupi të madh kryetarësh bashkie që kanë fituar një përvojë shumë të madhe në administrimin Po që qëndrimi juaj këtë verë nuk ju duhet një grup i madh kryetarësh bashkie, ju duhet një grup deputetësh. Sokol, mua më duhet fryma. Mua më duhet fryma në radh parë. Janë ata kryetarë bashkie që administrojnë ato territore. Dhe janë ata kryetarë bashkie që kanë edhe një kontribut shumë të rëndësishëm politik në rezultatin politik të atyre deputetëve dhe të Partisë Socialiste vetë. Pra, nga ky proces nuk duhet shmangur, relativizuar, mos dëgjuar asnjë prej këtyre faktorëve që kanë fituar përvojë në administrimin e pushtetit vendor. Kjo është e para. E dyta, dhe këtu vim tek procesi tjetër. Shiko, unë mendoj që jemi vonë për atë proces që unë po kërkoj. Jemi shumë vonë. Sepse unë mendoj që fushata elektorale që kam parë në Tiranë nuk mjafton për të fituar Bashkinë e Tiranës. Nuk mjafton. Unë jam mësuar atje ku jam qenë që të shkoj 2 herë në territorin e të njëjtës qendër votimi, madje 2 herë edhe në lagje që mbulon ajo qendër votimi. Veçanërisht në fshat. Kjo është jetike e domosdoshme dhe pa e parë fshatarin në sy, ti nuk ja merr dot votën, sikur përmbys të kthehesh. Përmbys të kthehesh. Pra, ajo që unë kam ndjerë në Tiranë është pikërisht mungesa e këtij kontakti të drejtë për drejtë midis kandidatëve, të zgjedhurve dhe qytetarëve. Po e ndjej në çdo rrugë të Tiranës, në çdo rrugë të Tiranës sot. Kudo që ndaloj dhe flas me të, i them, po mirë se këtu ke një deputet. Flet me të kush është? Kush është? Ndërkohë që kjo gjë nuk ndodh në njësi numër 5. Njësia numër 5 kishte 4 vjet pa deputet. 4 vjet. Për mënyrën se si votoi dhe për mënyrën se si partia delegon të zgjedhurin e saj, që njëherë merret çon në Kukës, njëherë merret çon në Ersek, njëherë merret çon në Kavaj, njëherë si në Tiranë, njëherë çon këtu të Qemeraj, që s'ka asnjë lloj lidhje. Territori është territor politik dhe elektoral që duhet ta mbuloj një qenie politike që është politika është territoriale patjetër. Që është deputeti. Dhe eksaktësisht këtë jam munduar të kristalizoj në harkun e një viti, që ajo zonë tani e di se ka deputet, e ka aty, nuk e ka në zyrë. Unë kam refuzuar. Shiko, ka pasur një presion shumë të madh që pse s'vjen ky në zyrë, nga drejtuesit dy drejtuesit e partisë atje në 105. Pse s'vjen ky ke zyra, pse s'flet me ne etj me radhë. Shiko, ty shka ajo zyra, do të thotë që të pranosh jo vetëm opinione, po të pranosh edhe gënjeshtra. Unë kam preferuar që të vërtetën ta mësoj drejt për drejt nga njerëzit.